ministrave, si është zbatuar ky ligj nga kryeministri apo varësit e tij brenda Këshillit të Ministrave? A është në shkelje të ligjit kryeministri kur ka, le të themi, dhënë para që të kryet një hetim apo ka ndikuar politikisht në kryen e një hetimi dhe kundërshtarit e tij politik? Këto janë çështje që nuk shqyrtohen në kuadrin e ekzistencës veprës penale. Shqyrtohen kuadrat e ligjshmërisë veprimeve. Dhe pastaj nëse këtu ti evidenton që ka fakte penale, mund të çosh prokurori. Qartë. Rezar, doja që të na sqaroje edhe një herë, le të themi me fjalë të thjeshta, qëndrimin e gjykatës së lartë për sa i përket masës së arrestit. Me njëherë pasi mbajti një qëndrim, ka pasur edhe pikpyetje për zyrtarët e lartë. Shumë thanë se është një shans që të dalin apo jo nga ambientet e burgut. Është një shans për ta kërkuar rishikimin e masës, po jo domosdoshmërisht për revokimin apo ndryshimin e masës. Atëherë, që ti marrim gjërat në vijë kronologjike. Ka më shumë se 2-3 vjet që gjykata e lartë do duhet ishte të zbatuar disa vendime të gjykatës evropiane të drejtave të njerëzit, të cilat kishin rregullonin disa çështje të praktikës gjyqësore, jo të ligjit. Tek ne ligji ne nuk e kemi problem prapë me ligjin, ne kemi problem me praktikën që është ndërtuar mbi ligjin. Ligji ka kritere shumë të qarta kur flet për masat e sigurinë personale. Nëse do lexosh sot kodin e procedurës penale, kodi i procedurës penale e ka të shkruar të zezë mbi të bardhë që masa e arrestit me burg është një masë e jashtëzakonshme, kur çdo masë tjetër nuk është e përshtatshme. Do të thotë që ti duhet të analizosh çdo masë tjetër, dhe në fund fare të arrish konkluzionin që këto të tjerat nuk bëjnë dhe kjo është e vetme që na ngelet dhe s'kemi çfarë të bëjmë tjetër. Ta kthejmë me fjalë të thjeshta. Ajo që ka ndodhur në praktikën gjyqësore mbas vendimit 7 vitit 2011, ka një vendim unifikues gjykatës së lartë, është që gjykatave ju dhahet drejta që mos e analizoni fare këto masat e tjera, por shkoni ke masa që ju intereson. Deformimi i praktikës nuk ka ndodhur për shkak të ligjit, ka ndodhur për shkak të një vendimi unifikues gjykatës së lartë, që u tha gjykatave shprehmisht që ju nuk keni nevojë të analizoni masat e tjera, po analizoni vetëm masën që doni t'jepni. Dhe gjykatat filluan të binin për shkurt pasaj edhe duke shkuar tek masa që ishte masa më ekstreme. Kjo që ishte jashtëzakonshmja, u bë zakonshmja. Tash kur vim dhe flasim për individët që do të përballen me kërkesën për rishikimin e masës, për ndryshimin e masës, për revokimin e masës, do të ketë parasysh kriteret mbi të cilat masa vendoset. Për të marrë një masë sigurimi personal, veçanërisht për arrestin e burgut dhe për arrestin e shtëpisë, kërkohen 3 kritere. Mund të jenë të treja bashkarisht ose vetëm njëri prej tyre mjafton që masa të merret. Kriteri i parë është ai mos kryes një vepër penale të rëndë, të ngjashme apo më të rëndë. Dhe po të marrim rastet konkrete, për shembull të analizojmë zotin Velie dhe zotin Meta, që janë 2 rastet më specifike, dyshoj që njëri nga këto dy ka mundësinë të kryejë një vepër tjetër penale të ngjashme apo më të rëndë. Gjithashtu, kriteri i dytë është kriteri që lidhet me mos ndotjen apo mos pengimin e hetimeve. Dhe ky është kriteri më i prekshëm në rastin konkret. Pse? Keni parasysh një gjë. Ne sot në Republikën e Shqipërisë kemi 2 lloj gjykimesh, gjykimi i shkurtuar dhe gjykimi normal. Gjykimi i shkurtuar është një gjykim i cili prova është krijuar nga prokuroria, merret si emërqen e tij dhe i nështrohet vetëm debatit gjyqësor. Në rastin e gjykimit normal, që është gjykimi me cilin ka shkuar zoti Meta dhe zoti Veliej, prova krijohet gjatë procesit të gjykimit. Dhe ajo që mund të ndodhë është që një dëshmitar të ndryshojë dëshminë që ka dhënë përpara organit prokurorisë, ta ndryshojë me një dëshmi të ndryshme gjatë procesit të gjykimit. Dhe në këtë rast, dëshmia që vlen është dëshmia që jepet gjatë gjykimit dhe jo dëshmia që ka dhënë gjatë organeve të prokurorisë, sepse është në atë moment që krijohet prova me dëshmitar. Në rastin e zotit Velie dhe zotit Meta ekziston dyshimi i arsyeshëm dhe prokuroria ka pasur gjatë fazës paraprake të hetimeve që kur është dhënë masa e parë, që duke ushtruar presion mbi dëshmitarët, detyrohen këta të fundit që të ndryshojnë dëshmitë e tyre, duke ndryshuar në fund fare dhe një provë të rëndësishme që prokuroria gjykon të rëndësishme për procesin. Por jo vetëm provën, por duke deformuar dhe procesin hetimor në favor të panderur. Dhe nëse ky fakt ose ky prezumim rezulton i vërtet, dyshoj që masa e tyre do të ndryshohet. Pikërisht vetëm për këtë kusht. Kushti i tretë është ai i mundësisë për të shmangur drejtësisë për të larguar e shtetit. Personalisht nuk mendoj që zoti Meta dhe zoti Velie do të jenë në cilësinë e personave që do të shmangën drejtësisë. Por ajo që në opinionin tim, në përfundim të analizës do të ishte shkaku për cilin kjo masë nuk ndryshoi, do ishte pikërisht kriteri i dytë. Të aftësia e të 2 personave për të ndikuar tek dëshmitarët që të jenë pjesë e procesit gjyqësor, sidomos në kushtet kur procesi sapo ka filluar. Në qartë. Rezar, çfarë prodhon për sistemin e burgjeve në tërësi ky vendim, ky qëndrim i gjykatës së lartë? Do prodhoj një praktik të re gjyqësore, në cilën jo domosdoshmërisht do të lehtësohen masat e sigurimit, do të kemi më pak, potencialisht do të kemi më pak
masa sigurimi arrest me burg apo arrest në shtëpi. Por ajo që është e rëndësishme është gjykata dhe prokuroria, dhe këtë rast është prokuroria që është esenciale, do të detyrohen të arsyetojnë dhe të mbledhin ca prova. Nëse deri më sot prokuroria mjaftoi me prezumimin e mundësisë për të larguar jashtë shtetit apo prezumimin e mundësisë për të ndotur provat apo për të kryer një vepër tjetër penale, mbas këtij vendimi gjykatës së lartë nuk kemon kushtet e prezumimit, do duhen prodhohen ca prova dhe do kesh ca fakte konkrete. Dhe e dyta që është më e rëndësishme është individualizimi, që do të thotë ti nuk mund të marrësh dhe Ilirinë dhe Rezardin të fuzësh në njëjtin thes dhe ta aplikosh në njëjtin metër për të dy. Do duhet që për secilin prej tyre të kesh një metër të veçantë, të marrësh ca arsyetime të posaçme që lidhen pikërisht me personalitetin, me shkollimin, me gjendjen familjare, me gjendjen penale, gjitha këto bashkë duke u trajtuar veç mas ke individi i caktuar, do të lërojnë prokurorinë dhe gjykatën që jo vetëm të arsyetojnë, po dhe ta mbështesin këtë arsyetime mbi ca prova. Deri më sot ishte kështu, mjaftonte një prezumim që Iliri mund të largohet jashtë shtetit dhe konsiderohej i vlefshëm nga gjykata. Pra çfryrje do të kemi në sistemin ndërsi? Absolutisht po. Mendoj që në raport me gjendjen aktuale, mënyra e trajtimit apo e dhënies tyre masave do të jetë shumë herë më e butë, do të kemi më pak masa të tilla dhe kontrolli nga gjykata dhe shkallëve më të larta mbi gjykata dhe shkallës së parë apo tapetit do jetë dhe më efikas. Pse pritëm kaq shumë për të ndryshuar vendimin e gjykatës së lartë vitit 2011? Sepse ishte momenti kur politika kishte nevojë. Për të qenë sinqert, nëse do të marrim atë që është praktika gjyqësore në Shqipëri, kjo praktikë do të ishte ndryshuar që me daljen e vendimeve nga Gjykata Europiane e Drejtave të Njerëzit. Vendimet që nxjerr Gjykata Europiane e Drejtave të Njerëzit janë detyrueshme për zbatim në Republikën e Shqipërisë dhe si tilla mund të ishin zbatuar pa që nevoja dhe pa e marrë të vendime unifikues Gjykatës së lartë. Vetë Gjykata e lartë ka pasur raste mjaftueshëm kur mund të zbatonte drejt për drejt vendimet e Gjykatës Europiane të Drejtave të Njerëzit. Zgjodhi ta bëjë me një vendim unifikues. Akoma më mirë për sa i përket praktikës gjyqësore, por ndërkohë kemi humbur një 2 vjeçar, 3 vjeçar të mirë, gjatë cilit mund ta kishim rregulluar praktikën pa që nevojë të arrijmë ky vendim unifikues. Qartë, Rezard, meqense u referove rasteve të zotit Veliaj edhe zotit Meta. Meqense janë rastet që janë më debatuara publikisht. Më debatuara, ke drejt. E kanë të drejtën që të bëjnë rishikimin? Absolutisht që nesër. Çdo kush që ka një masë sigurimi personal në ngarkim në arrest me burg apo rreth shtëpi, në bazë këtij vendimi të unifikues gjykatës së lartë, mund të ridrejtohet gjykatës shkallës parë apo të apelit në varësi të vendit ku e ka dosjen gjyqësore, me kërkesën për rishikimin e masës ose për ndryshimin e saj. Kuptohet që do duhet të arsyetoj pse ka ndryshuar kushtet fillestare. Keni parasysh një gjë. Një masë është dhënë në bazë sa kushteve fillestare